Në vitin 2019, shkolla fillore Marko Nocullović në Ulqen mori me krenari titullin Shkollë Ekologjike, pas një pune të palodhur që kishte nisur që në vitin 2017. Drejtori i shkollës Dula Slani tregoi se ky sukses nuk erdhi rastësisht, por si rezultati i përkushtimit të madh të stafit pedagogjik, nxënësve dhe komunitetit lokal. Sipas tij që në fillim synimi ishte që shkolla të bëjë një hapësirë gjelbërt e pastër dhe dubishme për të gjithë. Fillimisht u punua në rrethimin dhe sistemimin e uborrit të shkollës për ta mbrojtur edhe për ta kthyer në një mjedis të këndshëm për nxënësit. Me pas fal mbështetjes nga institucionet vendore dhe të huaja, u realizuan disa projekte ekologjike, si mbjellja 120 fidanëve ulliri, krijimi një kopshti shkollor me pemë dhe perime të ndryshme, si dhe aktivitete edukative që lidhen me ruajtjen e ambientit dhe riciklimit. Si shkollë ekologjike, na tregoni pak cilat ishin hapat e parë drejt këtij titulli në cilin vetë u shpallët shkollë ekologjike, cili është kontributi që keni dhënë për këtë titull? Me ardhjen time në këtë ulse, në këtë karrik, kam tentuar çdo herë vetëm si mi zmadhu shkollën, si mi bë atraktive, si me qenë shkolla e mesit, jo vetëm shkollën veti, rrethu me mbrapa kësaj hapësire shkollore apo dhe duke përfshitur dhe uborrin e shkollës. Por në gjitha këto, përgjigjen e gjeta të njerëzit që ndolën të fortë, në ndihmuan, konkurruam në disa projekte, në të njëjtën kohë për fatin të mirë tonë na dolen shumë projekte që na përkrahen, fituam atë që arritëm të gjejmë mirëkuptim të Instituti i Gjuhëve të Huaja apo Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Michigan, që organizuam shkollën verore të gjuhës angleze. Në atë kohë ka qenë edhe Silvia Maniković, ka qenë udhëheqëse e atij projekti, ka qenë diçka fantastike dhe për fat keq atë ndërpreu pandemia. Por në vazhdimsi nga enti për shkollim, fitum edhe përgjigjen që mund të aplikojmë për shkollë ekologjike. Ishte vetëm atëherë në atë kohë sa i përket këtyre dy komunave më jugore, në Malzi, Tivarit dhe Ulqinit, dhe për ne ishte diçka shumë interesante. Në fakt ishte projekti i tretë, për arsye se i pari ishte kjo shkolla angleze verore, pastaj mikrobitet apo programimi, dhe kjo ndodhi si e treta në radhë dhe si fitu me pëlqimin nga enti për shkollim, Zavod za školstvo, pranë Ministrisë Arsimit, ne ja filluam punës dhe ecëm hap nga i hap, duke i kaluar të gjitha të hapat që janë të parapame me ekoshkollë dhe arritëm të një proces final ku përfaqësues nga enti na vizitur dhe e parë që ne i kemi kaluar me sukses të gjitha ato, kemi ka përsyer me sukses të gjitha ato kritere dhe hap nga i hap, se janë 7 hapa që duhet kaluar dhe na dhanë pëlqimin. Drejtori kujton me emocion ditët kur përfaqësues të entit për shkollim dhe koordinatorja e projektit Senada Vuković ngritën flamurin e ekoshkollës duke e bërë Marko Nocullović një nga të paktat shkolla ekologjike në Malë të Zi. Ky moment, si thot ai, ishte shpërblimi më i madh për 2 vite punë të përbashkët dhe përpjekjesh për të ndërtuar vetdijen ekologjike të brezat e rinj. Gëzimi më i madh ishte atë ditë kur koordinatorja Senada Vuković ekoshkollës, bashkë me mua, na është dhuruar flamuri i ekoshkollës. Ka qenë një kënaqësi e veçantë, arsyeja sepse ishte diçka që ishim munduar me nxënës, me mësimdhënës plot 2 vite. Por edhe më herët ne kemi punuar në rregullimin e oborrit shkollor, mas parit kemi punuar në rrethimin e saj, dhe ka një rrethim për spari, sepse përpara kanë mundur të vinë edhe këto lopë të egra, apo baktit të egra, si që qëmë, fakt nuk janë të egra, por kince nuk kanë të zot,
dhe u sillshin këto dhe na I prishin gjitha gjërat. Me rregullimin e rrethimit të shkollës, kemi arritur që çdo gjë që e kemi me tutje ka qenë e jona. Gjitha këto I kemi bërë për veten, thjesht, duke ditur sepse gabima ne marrim atë më të pastrurin, më të vlefshme, jetën tonë, që është oksigjeni, që pa oksigjen s'mund të ekzistojë, të jetojë as edhe një njeri në tokë, dhe atë duhet ta ruajmë. Është obligim parësor I joni që për dy gjëra, oksigjenin dhe ushqimin, të kujdesemi për to dhe në çdo segment të vlerësoj me notën më të madhe, sepse si domosdoshmëri e jetës. E jo si diçka që duhet bërë. Projektet nuk kanë ndalur aty, më së parit Ministria e Bujqësisë e Malit të Zi, me një shkresë I kemi dërguar pas fitimit të flamurit të ekoshkollës, na ka dhuruar 120 fidane ullinj, të cilët si mjet kanë nisur të japin disa edhe frukte. Së shpejti në të 2 vjet tjera do kemi edhe vojën e shkollës, do të ketë logon e shkollës, ai vaj. Pastaj me 2022-shin në udhëheqjen e profesorit të historisë dhe gjeografisë Mahmut Metanit, kemi krijuar edhe baçën e shkollës, ku mund të them nga agrumet, duke filluar nga agrumet dhe pemë të tjera nuk ka pemë që mund nganë. As dardh, as moll, as limon, peshk, kumblla, kimça, nuk ka diçka që mungon në oborrin e shkollës apo në baçën e shkollës, se është kënaqësi, nuk është që mund të ngopen të gjithë nga ajo baçe, se sa është e rëndësishme që ta dinë kur çelin, kur lulëzojnë dhe kur mund të vilen ata fruta. Është edhe qëllimi I kësaj baçe që gjatë lëndës së biologjisë mund të vërejnë të ndryshime që orën mund të zhvillojnë mund në mes të kësaj baçes. Duhet të thekim tu se jo rastisht, por nga sugjerimet e tjerëve, organizata qeveritare japoneze JICA, që ka ardhur në Olqin me kontribu për ngritjen e plazheve, pyjeve të pishave në Bregdet, na ka përzgjedhur neve, ku është bërë një seminar me nxënësit e shkollës, në këtë shkollë, vitin e parë, dhe nxënësit e kësaj shkolle kanë qenë si pjesëtar të asaj në hapjen e gropave, shpërndarjen e fidaneve dhe mbjelljen e fidaneve. Është shumë e rëndësishme që është bërë përzgjedhja për ne, sepse është bërë brenda këtij territori, brenda kësaj hapësire ku funksionon shkolla dhe ka nxënës e shkolla, dhe kush më mirë se këta do e ruajnë atë, se kur janë vënë ata pisha dhe nga kush janë vënë. Kështu që e ka të vetën. Po na tregoni nga cili vit pikërisht ka marrë titullin shkolla? Ne kemi aplikuar në 2017-ën, duan 2 vite. 2 vite punë, 2 vite sakrifikita, 2 vite përcjellje nga enti për shkollim, të është kanë qenë në shkollën tonë mbi 70 herë, me pa hapje se si jemi duke përcjell, sepse nuk ja japin çdo kujt këtë flamur. Pastaj në 2019-ën, komisioni I tyre ka pranuar vendim që neve na dhurojnë, e meritojnë me plot drejt flamurin e ekoshkollës. Ai flamuri jepet në një periudhë kohore 2 vjeçare dhe pastaj brenda 2 viteve ke përsëri kohë të mjaftueshme për ta rimbajtur, për ta fituar. Ka një aplikim vazhdueshëm? Ashtu po, ky 2 vjeç, për çdo 2 vjet duhet të aplikosh, kështu që të tani jemi në rregull, si mjet presim diku tash në mujt në vijim të bëm edhe për 2 vjet tjera. Po na tregoni nxënësit, përmendë aktivitete të shumta që janë bërë me nxënës, sa rrin të nxënës ta kuptojnë se çfarë do të thotë ekoshkollë? Duke nisur nga ajo se nxënësit, pasi që është numër I vogël,
dhe ka shumë aktivitete me shkollës, dhe të njëjtin nxënës janë të përfshirë në shumë aktivitete. Këto edhe shumica atyre jeton në këto, si të them, për post turizmit, merren pak edhe me bujqësi, e kanë të qartë rëndësinë shumë të ekoshkollës, çka do të thotë për shembull gjelbrimi i natyrës, mbajtja e pastërtisë, ruajtja e mjedisit, pastaj rregullimi, riciklimi i gjërave, e gjitha këto. Unë jam shumë i kënaqur për arsye sepse, si thash, janë të aktivizuar në shumë projekte, në shumë gara, të gjitha të llogaritet që kjo shkollë 2 vjet radhë në programim në Podgoricë ka marrë vendin e parë. 1 vit vendin e dytë, 1 vit tjetër që kemi përfaqësuar malin e zi në Beograd, në gara ballkanike në programim kemi marrë vendin e tretë, dhe këta janë gjitha meritem simulancë dhe të në nxënëse që me të vërtet janë edhe për kundër asaj se marrin pjesë në disa aktivitete, nuk mbesin mbrapa as mësime, as edhe në këtë pjesën e ekoshkollës, që është shumë e rëndësishme për jetën tonë, për mjedisin, për shoqërinë, për gjitha. Po sa është hedhur syrin nga kjo shkollë duke u nisur me këtë titull edhe nga Komuna Ulqin? Gjithmonë kemi pasur për krajin e tyre. Mund t'ju them që edhe i kemi ndihmuar, por edhe na kanë ndihmuar, sepse nuk ka aksion që bëhet për ruajtjen e natyrës, mbjelljen e fidanëve dhe diçka nga Komuna e Ulqinit, që nuk jemi ne të ftuar, por gjithashtu edhe ato janë të jemi me njohës, se edhe ato kanë shpërnda shpeshherë mjete o për plehrim, o për disa fidane të reja, ose për raste të ndryshme, kështu që jemi shumë i njohës dhe e din edhe ato rëndësinë e kësaj vlerën e ruajtjes së mjedisit, dhe për atë mund të them që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe na ndihmojnë normal që kuptohet me mundësive, sepse ata kanë ata shpenzimet e tyre, punët e tyre, projektet e tyre, gjithë ata. Po cilat janë kriteret që duhet t'ju përmbaheni që të vazhdoni të mbani këtë titull? Baza është që për të ruajtur diçka, domethënë ti nuk guxon të ecësh mbrapa, po të ecësh para, nëse ke realizuar për shembull nëse i ke mbjellur ullit, tash duhet të presësh frutin. Nëse i ke mbjellur ta në baçe, nëse te baçe nuk mund të bëjmë fjalë për një plantar të rregullt, por për disa lloj frutash që më ditë kohën se kur piqen dhe kur lulëzojnë, kurse për ullit, për shembull, ndoshta një tarë më shkurt do të kemi edhe vojën e shkollës, me logun e shkollës, se do të jetë i kanari, me siguri do të jetë nëse jam unë këtu, do a bëm në shishe të vogla, me qëllim që çdo kush të vi me adhuru një shishe të vogël me logon e shkollës vaj ulliri. Po sa ishit vetë ju nismëtari i gjithë kësaj? Shiko, ti je gazetare dhe ke lexuar shumë vepra, mes tyre nuk të shoj që ke lexuar edhe Trimi i mirë me shok shumë nga Seliman Pitarka. Kështu që unë vetë asgjë, por së bashku me simulancët dhe me nxënësit që me të vërtet jam i njohës, kemi arritur drejt. Kështu Marko Nucullović nuk është vetëm një institucion arsimor, por një shembull i gjallë se si dashuria për natyrën dhe përkushtimi i përbashkët mund të krijojë një ambient më të gjelbërt dhe më të shëndetshëm për të gjithë.